O ju na shumë goca, dhe më thënë marrin shumë kohë para pasqyrës për të bërë gati me flokët për të rregulluar. Ti nuk besoj se e ke këtë problem te pjesa e flokëve. Kjo është një paragjykim nga ana jote, Sorry. Përkundrazi, shikon, ndoshta ne nuk kemi atë problemin për t'i stiluar për ditë që ati shtris sot apo ati bëj kaçurrela. Sa kohë ham për të rregulluar shamin, këtë do bëja si pyetje. Okej, unë gjithova unë atë. S'ka problem. Unë braj gjithë episod për të paragjykime, ti më thua paragjykon s'ke turp. Kërkoj ndjes, po jo, sepse nga ana tjetër me vërtet ne nuk merremi, domethënë që t'i stilojmë për ditë, se nuk është se na zduken, po, nuk I shikon njeri, po që duan një kujdes të jashtëzakonshëm duan. Shikon, nuk e di se si e rregulloni aq perfekt, duke sikur jeni jo tullace, se të ngjan shumë tuar ta thua shu, po ku diu sikur I keni gjitha flokë shumë shkurtra, a kuptoj? Gjesh në një mënyrë perfekte, aq uniform, edhe po sa orë mund të harxoj kjo më vlla për të vendosur shamin. Shikon, unë kam bërë edhe kështu tutorials në Instagram dhe TikTok, ju duket njerëzve sikur unë marr me orë të tëra për të vendosur shamin. Edhe mua ashtu më duket me thënë drejtën. As 5 minuta. 3 minuta e merr, e vendos të kapuçin, e vendos shamin nga sipër, I vendos të gjilpërat, e rrotullon këtu edhe diljash.